se për mu personalisht, unë po mendoj ndoshta po gaboj, po më mendoj që jam i vetmi në botë që unë se kam shiku motin kur. Në telefon nuk e kam shiku kur motin. Për mu nuk është me rëndësi është -20 apo +50. Unë e zgjohëm, vishem edhe iku në vrapim. Dhe thot, mëngjes, kudo që t'jam, zakonisht sfidat, i kërkoj vetëm sfidat, bjeshte, larta, biciklet, natë, vrapim, krejt vetëm sfida. Ku nuk ka sfid, nuk kam knasi une. Për atë arsye, po thamë që në përmendë ajë du të me qenë qenjën e personit. Në gjithë, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Do të diskutojmë pak lëvizjet në karierë, midis policisë dhe sportit. Edhe do të kthehemi shumë mrapa në kohë, fillimisht si polic, ushtar e kështu me radhë. Sfidat kanë qenë shumë të vështira për arsye se pas përfundimit shkollës mesme, unë si gjudist, mund të them më i miri i Kosovës në kategorinë time është dashur me shku shërbimin ushtarak. Ndërsa treneri kombëtarës Kosovës ka qenë zotëri Hajrullah Tërnava, i cili ka qenë një herët edhe drejtori i shkollës policisë. Edhe po më pyet mua çka ke vendosur tash me shku shërbimin ushtarak, pastaj më u kthy universitetit. Tha jo, kjo është një hap i gabuar në jetë, unë po mendoj që do ishte më mirë me fillu me ardhur edhe një herë në shkollën e mesme të policisë, me kry shkollën e mesme të policisë 2 vjet, vitin e 3 edhe 4, edhe pse kisha kryer një shkollë mesme. Pastaj tha gjithë asaj kohë ke mundësi edhe marrë me judo, me stërvit, ndërsa nëse shkon shërbimin ushtarak do ta kesh ndaluar. Edhe unë pajtova me mendimin e tij, vazhdova edhe një shkollën e mesme të policisë, edhe që nga atëherë ngela në polici. Si kanë qenë për ty gjithë këto vite? Kanë qenë të vështira, për arsye se pas përfundimit të shkollës policisë kam punu një vjet njësi speciale, me pastaj më kanë dërgu si punëtorin më të mirë në Akademi Ushtarake në Beograd. Atëherë 4 vite kam qenë izoluar në akademi, vetëm shkencë, asgjë tjetër. Sportin e kam pas ndaluar, jo marrë me sport vetëm për veten time, që ta mboj formën time normal. Pas përfundimit të akademisë kam kthy përsëri judos, dhe pastaj kam shpërthy në arenën e Jugosllavisë, do thotë kam qenë garuesi pothuajse më i mirë në kategorinë 60 kg. Çfarë trajtimi ke pas në atë kohë, zotëri Anton, sidomos në Akademinë Ushtarake? Në Akademinë Ushtarake trajtimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë për arsye se ne si shqiptarë kemi pas vështirë me mbietu atëherë, mirë po me qenë unë kam qenë kampion në judo, nuk e kam pas problem mu ballafaqu me sfidat e tyre, sepse ata çdo herë i kanë kërku akademcat e dopt, që kanë qenë, unë çdo herë kam qenë luftarak. Excelent. Edhe luftarak kam qenë. Do të thotë që kam pas frikën aty në Jugosllavi fare, më gju 15 në akademi, kam fillu ushtrimet e mia ditore, ndërsa në ora 6 kam fillu me ata invalid, 1, 2, 3, 4 me ushtrime, pothuajse për invalid. Ata kanë pa që unë jam i fort në jetë, kam fillu në 5 vrapimin, e kam përfundu në 6, në 6 e kam fillu me ata pastaj, vrapimin edhe orarin e jetës. Pjesën e dytë. Pjesën e dytë me ta. Edhe në Akademi Ushtarake 365 ditë jam zgju 15 edhe kam fillu në 6 me ta. Gjatë 4 viteve, do thotë. Nuk jam dërzu asnjëherë dhe ata kanë pa që unë jam desha pas deshte një qik me ngritur se ta. Po, ka pas ndonjë moment kur të kanë keq trajtu? Po ka fillu, një kohë ka fillu sigurimi shtetëror, sa atëherë kanë qenë trazirat e 87-ës kanë qenë trazirat, kanë marrë sigurimi shtetëror, kanë fillu me maltretu, i kam thënë fal, unë nuk jam marrë në Akademi Ushtarake këtu, nuk jam marrë si ushtarak, unë jam marrë si polic. Kështu që kur të komunikoni me mu, kur të pyetni mu, kur më sfidoni, unë jam polic. Nuk jam ushtar, akademc. Unë kam qenë polic, edhe për atë arsye me njëherë kanë ardhur një farë goditje të forte, kanë pranu se ju thash unë nëse ju filloni kështu unë do të kthehem në sekretarin kranor punë ndreshme ku jam dhe do ta ankom për sjelljen e juaj. Edhe që nga atëherë mos më kanë terrorizuar. Kanë lënë të qetë. Po mirë shumë, jeni kthyer